Pas një periudhe të gjatë heshtjeje, sahati historik i Kalas së Gjirokastrës është rikthyer në funksion, duke rifituar zërin dhe bukurinë e dikurshme. Simboli i qytetit dhe një nga pikat më të njohura të trashëgimisë kulturore, sahati është restauruar dhe është vendosur sërish në funksion fal punës së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër. I ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19, ky sahat ka shënuar jo vetëm orët e kohës, por edhe ngjarjet historike të qytetit. Me vendosjen e këmbanorës dhe rregullimin e mekanizmit të brendshëm, ai është sot një atraksion i restauruar me kujdes dhe vlerë të madhe historike. Kjo ndërhyrje jo vetëm që pasuron eksperiencën e vizitorëve në Kala, por forcon dhe përpjekjet për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë son kombëtare. Sahati i Gjirokastrës nuk është më vetëm një objekt muzeal, por një zë që kumbon sërish mbi qytetin, duke i dhënë jetë historisë.